Në lashtësi ka pasur raste të veçanta, por edhe kultura në shtresat ndryshme shoqërore, shumë të kufizuara, të cilat, sidomos në botët pagane, ku homoseksualiteti nuk ka qenë diçka e dënueshme. Por në përgjithësi, sidomos me hyrjen e monoteizmit, të jaudizmit, krishtërimit dhe islamit, nga fetë këto aktivitete shpeshherë jo vetëm që nuk janë promovuar, por as nuk janë toleruar, madje janë dënuar. Në kohën e komunizmit ishin të ndaluara aktivitetet të tilla dhe dënoheshin me ligj nëse dikush kapeshe në aktivitet homoseksual. Me kalimin në periudhën e epokën e re të demokracisë dhe në epokën e pluralizmit mbas viteve 1990, të nxitur nga trysnia, kultura dhe legjislacioni i perëndimit, dhe Shqipëria ka ndryshuar qasjen e saj ligjore dhe kulturore në këtë drejtim.